Allahu Gjelleshanuhu nuk do t'ju dënoj derisa ju bani istikfar, derisa ju kërkoni falje Allahu Gjelleshanuhu, derisa ju me sinceritet dhe me përgjërim jeni duke i kërkuar Allahu Gjelleshanuhu falje për gjinahet tuaja, jeni penduar për gjinahet tuaja, Allahu nuk do t'ju dënoj derisa ju bani istikfar. Andaj thot pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë, mua më janë falur të gjitha gjinahet, por megjithatë thot unë bëj istikfar në ditë ka 100 herë. Bonja zakon dashur vëllezër. Bonja si tradit, me tesbih që i keni në dorë, që i keni në xhep. Nëse nuk keni tesbih, me gishta. Bani që çdo ditë mbas çdo namazi, nëse jo mbas çdo namazi, mbas një namazi ditor, të i bani 100 herë estagfirullah, 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 estagfirullah. O Zot kërkoj falje, o Zot kërkoj falje, o Zot kërkoj falje për gjinahet e mia. Kjo është, nëse thot e bani këtë, nëse ju kërkoni falje, Allahu ta dini se nuk do t'ju dënoj inshallah. Allahu mos na dënoft kurrë.